Vajza shqiptare shpallet fituese kibernetike e vitit 2025. Dredhza Braina nga Prishtina është eksperte në fushën e sigurisë kibernetike. Ajo ka fituar vendin e parë në botë në garën Global Cyber Security Woman of the Year në kategorinë Barrier Breaker. Gjatë një ceremonie të zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vitit 2025, ajo është vlerësuar me çmim ndërkombëtar si Cyber Security Woman of the Year 2025. Është një çmim ndërkombëtar, por edhe i rëndësishëm, sepse nderon gratë që kanë thyer kufi tradicionale dhe që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin global të sigurisë kibernetike. Dhe Dredhza tashmë është kthyer në një model e frymëzuese për brezat e rinj. Madje profesionalizmi i saj është shumë premtues. Në fakt, ajo ka marrë mirënjohje edhe nga presidentja Vjosa Osmani. Dredhza falenderon për vlerësimet që i kanë përkushtuar, duke shprehur mirënjohje për mbështetjen nga familja, nga kolegët dhe gjatë rrugëtimit të saj profesional. Kjo arritje veçantë përfaqëson jo vetëm suksesin individual, por tregon edhe hapat gjigant të vajzave shqiptare në botë, që, siç e keni vënë re, po lën gjurmë të thella në zhvillimin global dhe teknologjik. Ndaj, me respekt, një falënderim Dredhzës duke i uruar suksese sa më të mëdha në të ardhmen. Pres dhe vlerësimin tuaj dhe ndajeni.